Të kem të ftuar për të folur për ngërçin diplomatin zotin Flamur Gashi. Përshëndetje dhe mirë se vini zoti Gashi, kënaqësi. Përshëndetje Armira, faleminderit për ftesën. Ne jemi ndalur së bashku në disa momente të ndryshme dhe fatkeqësisht në të gjitha rastet ka pasur një krizë, ka pasur një ngërsh në një krizë që duket se nuk do të vi ndonjëherë, nuk do të zgjidhet ndonjëherë, të paktën deri tani kështu duket e pazgjidhshme. Në sa ka kaluar 18 muaj mos gaboj, apo jo, që nga momenti kur gjithçka ka nisur, si e shihni ju këtë situatë? Në fakt, po shkojmë përsëri drejt një ngërçi institucional në Kosovë. Fatkeqësisht kemi pasur 3 procese zgjedhore brenda një afati të shkurtër kohor dhe sipas gjërave që po zhvillohen, rrezikojmë që të kemi edhe një palë zgjedhje të tjera diku në fund vitit. Dhe si e shihni pra? Dakord, për te kësaj, se do të ndalemi pas pak dhe te kostot ndërkombëtarisht, jemi mirë me linjën? Po, jemi shumë mirë me linjën. Kisha përshtypje që pati një shkëputje. Pra, për te kostos ndërkombëtarisht për Kosovën, që ne do të flasim pas pak, ju shprehni që janë të pashmangshme, është i pashmangshëm një proces tjetër zgjedhor. Tani, nga njëra anë, po denoncohet kostoja ekonomike që ka në vetvete në fakt çdo palë zgjedhje, që sigurisht rëndon tek qytetarët. Po në anën tjetër, politikisht, kë po favorizon, kujt intereson kjo situatë për së brendshmi, po them? Kush po e shkakton, nëse është $1 milion, kush po shkakton? Se e marrim dhe analizojmë në detaje të gjithë atë që po ndodh sot në Kosovë, në qoftë se bëjmë një konkluzion në vija trasha, do të thoja që kostoja ekonomike është gjëja më e vogël që mund t'i kushtojë Kosovës me këtë ngërç që po zhvillohet. Kosta politike për Kosovën është jashtëzakonisht tepër e madhe. Si në aspektin e brendshëm, por mbi të gjitha në aspektin ndërkombëtar. Duhet kemi parasysh që Kosova dhe shqiptarët në rajon nuk janë më qendra e vëmendjes botës. Për arsye se kemi një front të hapur Rusi-Ukrainë, kemi problemin tepër të madh me Iranin, kemi luftën që vazhdon përsëri dhe problematikat që janë Izrael-Palestinë dhe disa vatra të tjera të konfliktit në botë. Dhe në këtë konstelacion që po ndodh në botë, ne nuk jemi fare të favorizuar që të bëjmë lojra dhe them kushtimisht t'i bëmi edhe pengesë edhe misvetan edhe partnerëve tanë strategjik në problematikat që ata kanë për të zgjidhur në botë larg territorit tonë. Në fakt po humbet, është e vërtetë që po humbet shumë Kosova dhe ndërkombëtarisht, po për së brendshmi, dhe insistoj te kjo pyetje. Si e shihni ju në analizën tuaj? Palët akuzojnë njëra tjetrën si shkaktare. Tani, nuk po e bëj pyetjen kush e zgjidh këtë situatë, po kush po përfiton, kujt po intereson kjo krizë? Në fakt, këtë situatë e zgjidh dhe përfiton fituesi i zgjedhjeve, zoti Kurti. Sepse të gjitha gurët e shtaut janë në dorën e tij. Ai është fituesi i zgjedhjeve, është partia kryesore që ka fituar zgjedhjet dhe në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ai është i ngarkuar që të ndërtojë institucionet, të krijojë institucionet e Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, që janë spaku 5 vendime për çështje të tilla, sqarojnë qartë se pas fitimit të zgjedhjeve në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, me automatizëm partisë së parë fituese në zgjedhje, qoftë edhe me një deputet më shumë, i takon që të zgjedhë kryetarin e parlamentit. Pastaj zgjidhet edhe qeveria. Në rastin konkret, neve jemi në një ngjarje institucional që nuk kemi president, por kemi ushtruese detyrës së presidentit, që de facto me përfundimin e zgjedhjeve edhe mandati i zonjës Haxhiu nuk është më tani kushtetues. Sepse kemi një parlament të ri, parlamenti po konstituohet dhe në momentin që zgjidhet kryetari i parlamentit i riu apo kryetaria e re e parlamentit, me automatizëm ushtruese detyrës së presidentit do të jetë kryetari apo kryetari e re e parlamentit. Po, bie funksioni. Madje sot nuk e kanë pranuar madje opozita se ka tentuar zonja Haxhiu që bëjë. Para gjysmore doli që edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar takimin të cilin e ka ftuar ushtruesja e detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës zonja